Misioni në fakt është shumë herë më i madh se çdo lloj fjale që ne mund t'i bashkangjisim atij. Sidomos misioni i Perëndis. Andy Stanley, që është një autor i famshëm librash, thot kështu: misioni i Perëndis, thot, është më i madh se çdo kish apo çdo organizat. Ne jemi thjesht instrumenta në dorën e tij për të përmbushur atë mision. Pra, gjëja e parë që dua të ndaj me ju vëllezër mota është kjo. Ne jemi ftuar nga Perëndia për të qenë pjesë e misionit të tij. Por pjesa që ne bëjmë është shumë herë më e vogël se sa plani që Perëndia ka për kishën. Sepse Zoti jon është një Zot në mision. Zoti ynë është një Zot që shpëton dhe dërgon. Edhe dua ta theksoj, misioni i Perëndis fillon me shpëtim, pastaj me dërgim. Tani çfarë dua të them me të gjitha këto gjëra? Dua të them që në të vërtet, kur ne flasim dhe jemi të përkushtuar në të bërit gjëra për Zotin, tani un kam ca sekrete duke fol me Altinin, do t'i nxjerr sot sekretet e kishës tuaj, po sepse ne bisedojmë si vëllezër, ne bisedojmë për atë që i përket veprës së Zotit. Un jam shumë i lumtur që kisha juaj është impenjuar tek Tirana Fest për shembull, edhe që doni me të vërtetë të dilni aty jashtë edhe t'u thoni njerëzve, ne jemi këtu me dashurinë e Krishtit në dorë. Afro. Edhe me sa kam unë informacion, 75% e ICF-s është e impenjuar në diçka. Antarë të kishës tuaj, ju vetë, jeni duke bërë diçka në kishë. Dhe unë sot nuk dua të dekurajojnë atë që bëni, se sa të fuqizoj më shumë atë që ju po bëni. 6 shtyllat e një misioni biblik, sipas teologjisë biblike. Tani shkurtimisht çfarë do të them me teologji biblike? Fjala teologji vjen nga greqishtja, edhe është një fjalë e përbër nga fjala theo, edhe nga fjala logjik. Edhe në vetvete termi teologji do të thotë të studiosh mënyrën e të menduarit të Perëndis. Dhe unë sot dua të ndaj me secilin prej jush se kush është teologjia e Perëndis për misionin. Si e mendon Zoti misionin. Nuk është një leksion teorik, por është një vëzhgim biblik në mënyrën se si Zoti e bën misionin dhe çfarë mund të mësojmë secili prej nesh. A.W. Tozer, që ka qenë një teolog i famshëm i krishterë, thotë kështu: teologjia nuk është vetëm për të mësuar gjëra të reja, pra të studiuarit të mënyrës se si mendon Perëndia, nuk është vetëm për të mësuar gjëra të reja, po për të marrë vendimet e duhura në jetën edhe në shërbesën tënde ndaj Zotit. Pra, ajo që dua të ndaj me ju sot edhe sipas Tozerit nuk është t'ju jap disa informacione të reja, por dua që së bashku të mund të shikojmë nga fjala e Zotit dhe të mund të mësojmë të marrim vendimet e duhura. Kështu që duke folur për teologjinë e misionit, një nga elementet janë 6 elementë të teologjisë së misionit, dhe elementi i parë i teologjisë së misionit është teologjia e shpalljes. Çfarë dua të them me teologjinë e shpalljes? Ju e keni vargun në sfond tek Veprat e Apostujve kapitulli 1 vargu 8, kemi Zotin Jezus i cili ishte ringjallur, edhe ishte me dishepujt e tij, ndalon në një moment të caktuar përpara se ai të ngrihet në qiell, dhe u thot dishepujve të tij këto fjalë: por ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju, dhe ju do të jeni dëshmitar në Jeruzalem, në të gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin më të largët të dheut. Zoti
Perëndia që unë edhe ti besojmë, ka një vizion global për njerëzimin. Zoti nuk shikon vetëm Shqipërinë e vogël. Zoti nuk shikon vetëm Tiranën dhe Zoti nuk shikon vetëm ICF-n. Altini, pak me shakaku, ne po flisnim në fillim, thaj që shiko, a ka ndonjë Tiranës këtu? Realisht, ky është vizioni i Perëndisë. Nga të gjitha anët për të shpallur lavdinë e tij. Kështu që kur unë shikoj ata çunat që ju kishit nga lushnja këtu në skenë, unë i njoh që kur ishin, se po të them se sa të vegjël ishin, i bie të them se sa i moshuar jam unë, por i njoh që shumë të vegjël dhe sa herë që i shikoj dhe kur i shikoj online tek ICF-ja më mbushen syt me lot. Sepse është vendosja në praktik e vargu të veprave 1:8. Teologjia e shpalljes ka të bëjë me të shkuarit më tej. Teologjia e shpalljes ka të bëjë me të sfiduarit të vetes tënde për të qenë në shërbim të Perëndisë atje ku ai të do. Teologjia e shpalljes, sipas një teologu tjetër që quhet Karl Barth, thot kështu: Perëndia nuk është i njohur në mënyrë të pavarur nga njeriu, por vetëm përmes shpalljes së tij në Jezus Krishtin dhe në shkrim. Shpallja është akti hynor me të cilin Zoti zbulohet në mënyrë të plot edhe të besueshme. Në qoftë se je në mision, në qoftë se realisht je besimtar, ti je në mision. Vin paket, nuk vin të ndara. Një besimtar nuk mund të thot misionin e bëjnë ata që dalin aty predikojnë, ata që punojnë me fëmijët, ata që punojnë me para adoleshentët, ata që bëjnë adhurimin. Jo, një besimtar është në mision. Në qoftë se je besimtar, je misionar. Nuk ka ndarje. Dhe shembulli vjen vetë nga Perëndia, ai që është Perëndia krijuesi, e shpalli veten nëpërmjet Jezus Krishtit. Dhe ftesa për secilin prej nesh është kjo. Në radhë parë, e vërteta është që zemra e Perëndisë rreh për të gjithë botën. Zbatimi i kësaj të vërtete është e tillë: duaje të afërmin tënd, por mos u ndal vetëm kaq. Ngrihi syt drejt atyre që ende nuk kanë dëgjuar. Dhe sfida për ty, ose pyetja për ty është kjo: si po merr pjesë ti me shërbimin tënd në vizionin global të Perëndisë?